Kjo është e mira, si çdo herë dolin gjona ma të bukura dhe ma Wow. të mira. Edhe qëto ma gjeta. Po. Këtu është vitin e kalu. Fix. Unë jam dhuru se regull të gjakot. Një farforme si one si fëmija jemi edhe humana. Për shpirtit e kena këtu na shpirtin e bardh. Jam dhuru se regull e gjakot edhe i kom dhuru dheri me tani 12 doza, 2 trombocide. 2 trombocide i kom dhuru për 2 fëmijë që kanë vujt me kancer, dërsa gjakun e kom dhuru kush ka mujt. Vazhdoj me qenë dhuru se regull të gjakut. Prap në kitë muje kam me shku, edhe momenti që ma rrugën e me shku deri kitë ven, duket së më pritën ata hapa me i kalu dhe me shku më shpejt, është gjë me mas shumë ti që e du edhe që e bëj kur shkajnë kitë ven, duke po që vërtet dhurë gjak shpëton një jetë nuk është veç një kampanjë, po vërtet është shëran edhe pështon një shpirt edhe shëran një dhimbje edhe shëran shumë blog të familjes. Kjo është gjëja më e mirë që më i me bu. Edhe është gjithçka ka arrit shkenca. Ka mendoren, gjithçka ndërtohet. Trunin, ndërhyrjet, zemrët, gjithçka. I vetmi sen që deri me tana po kërkohet prej neve është gjaku edhe këto edhe me dashurin ma të madhen. S'pëdi, kom raste as pak të mira, kom raste që më kam prejk, kom raste që i kujtaj edhe sërë që më bjen men, më dhomi se më ka prejk dyqysh një farfor me një fmi, me djemëtri që më ka dasht me dhuru gjak. Ajo prind të tina, të dera, ose edhe të këtu karika të kuqe që të kanajt e kryt, si kur ti pjavi, jep jetën fëmis ti, ka qenë se një ma i dhem shumë që kom përjetu. Edhe pëse mu më vike edhe marre, unë e vishku marrë për qef. Se unë e vishku më shku, e kom bo askohen me dhuru gjak edhe kam pas të nevojshme për një 19 vjeqar. Edhe që më kanë trajtu prind. Ju do kësi unë për pështoj djallin atën. është emocionuse. është shumë emocionuse, kjo është trombocidet janë shumë azon mi dhonë, është ma e mundim shumë për pacientin, nuk është let as pak, kur e di që ju këmë bo mirë dy fëmijë të vogël që kanë vujt kancerin për mu kanë ndodhë me një rast, kom shku me dhonë gjak edhe më hupi vena miko. Unë e telefonin këtu edhe 20 euro në kuler, adhe kështë në telefon gjithë që u sheshen, një për informirë për abon një informirë tjetër, ta hajte që ja venën, ta është i njën, ta të regull që ka jena në njojnë stafi. Edhe, tha se zënjës Valdete a dëmtova, tha që dhe doren tjetër, unë alë për më këshu kështu, tha strat lega, jo pse, tha me ti marrë qëtu 20 euro, tha shjo ti kimi ju dho 2 shokolada, 2 soka, se ka njët me më rat leg. Adin, që është presin mire, kanë një staf që është zakonshëm, punojnë fuqishëm, kur nuk lodhen. Këto është, kur t'ish është... Po, kjo të regon që është, ndoshta, një gjest i vogël për ne që mundemi me dhuru gjak, për shumë i madhë për ata që e presin. Shumë i vogël, adi bre krejt 5 minuta të vynë me në i qatë krevat. Vish 5 minuta. Po për dikën është shumë i madhë. Ka ndodhë, kam qenë në të nana jame, natën e bajramit të kompani pustem që kërkojshe një transfuzion. Besam dhe ma shprendojnë kër e dinë se tash një mone, vishtë e kam në rjetet e mija sociale që unë jam dhuru se regullt, e kam që kom qitë gjitha dozat e gjakut që kom dhuru, për shamu dhe grupin e gjakut, edhe di njerëzit që më njohin, ma shprendojnë. Që përse ka nevoj, adin, veç, pa i bo 6 muj nuk prana, se të sistem edhe së prana sistemi, veç ato së muj me bo. Se momenti që i kalon koha, unë e kushte kusasht, e bëjt pa mundur, me i dhonë ato që kam për i vetës, për me ashpëtu dikoj. Edhe kështu që
vazhdoni, dhuroni gjak, shpëtoni jetë, është ndjenja më e bukur që mundet me ekzistu. Një mesazh shumë i mirë kështu mes bisedës. Patjetër. Kjo është e mira e këtyre bisedave që ndodhin aty shumë sepse hin në tema krejt tjera dhe del në tema krejt tjera, po që gjithmonë përçon një mesazh të mirë për publikun. Unë nuk e llogaristin ka që shkojnë televizion edhe kam kamerat që jam rrit me to. Nuk është që i klasifikoj gjanat, kam shku për një temë, për shembull, me bisedu edhe nuk më me bisedu për tjetër, për unë jam shumë me hapër edhe lirë, dhe më thënë, nuk i kam ato kompleksa se du me bisedu qëto, se jo, unë jam në rregull me vete, kështu që mu i me bisedu për gjithë shka, për sfidat e jetës e krejt, qka do që më del për poan që është një realitet, i hidhur, apo i mirë, që la do që tjetë, unë e thamë se është realitet.